الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وتول أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. صدق الله العظيم. شكرا يا المسلمون. قسم الله ذو الجلال جعلنا مشيرنا ذات نكتو ديت الكونات بكورا frimarjet tona të cilat I harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahumma Jannatul Firdaus të ne kompenson. Vëllezër të dashur, ja pra jemi në dhjeqin e fundit të muajit të bekuar, muajit të Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka lajmëruar dhe ka thonë 10 ditë e para janë merhamet, 10 ditë e mesme janë magfirat, 10 ditë e fundit janë falje dhe shpëtim nga azabi I xhehenemit. Inshallah Allahu Jalal çdo njeri që ka ndruajë me shahadet, Allahu prej xhehenemit e shpëtoft. Pra 10 ditë e fundit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka dalluar nga ato tjerat me ngritjen e normës së ibadetit. Edhe gjatë 20 ditëve të para ka po ibadet, por në 10 ditë e fundit edhe më tepër, duke shpresuar se në çdo net mund të jese, pra çdo nat mund të jese nata e Kadrit. Nëse nata e Kadrit është në 10 e fundit, e sidomos në ato tek, pra prej 21 tek deri në 27 deri në 29, edhe pse është varianta flasin se ajo ka gjasë të jese në 27-ën, por nuk është e garantuar. Ma mirë është që musliman ta ruajnë 10 e fundit duke bërë ibadet sa më tepër, duke bërë zikr, duke lexuar Kur'an, duke fal namaz e kështu me radhë. Pra kjo është si hyrje për hyrjen e 10 të fundit të këtij muaji të bekuar. Ndërsa ne do të ndalemi me disa fjalë të shkurta lidhje me ajetin të cilin e lexuam para jush, ku Allahu Dhu Jalal thot: "El-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din adu." Dostarët dhe dashamirët të cilët kanë qenë në dynja e nuk e kanë pas për I Zot Zotin, ditë mahsherit do dalen armiqt e njëri tjetrit. Pra dostarët e dynjas do të jenë armiqt e ahiretit, illal muttaqin, me përjashtim ata të cilët e kanë pas dashnin, e kanë pas miqësinë për hir të Allahut Dhu Jalal. Për hir të Allahut, ato që janë dash, ato do të jenë dashamir në dynjë dhe dashamir në ahiret. Ja ibadi, udkhulul jannata antum wa azwajukum. Allahu Jalal do thot: o robët e mi, ju bashkë me familjet e juaja hini në xhennet. Pra, ato të cilët edhe dashnin dhe njëri tjetrit e kanë pas për hir të Allahut, atë kun beti punë të tjera të cilat vetëm se I kanë pas për hir të Allahut, dhe Allahu inshallah më ndihmon çdo punë që ta bëjmë për Allah. Do njëri tjetrin që ta duam për hir të Allahut. Vëllezër të dashur, dashnia për hir të Allahut në Islam është një nga shtyllat e Islamit. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët nuk duhen si vëllezër, si musliman, nuk e duan njëri tjetrin, vijnë deri te ndërprerja e kontaktit, deri te ndërprerja e selamit, deri te ndërprerja e vizitës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tërhequr dhe ka thonë: nuk I lejohet muslimanit që ta praktikojë vllahun e vet më shumë se 3 ditë. Pra 3 ditë është mekruh. 3 ditë nuk është e lejuar, është mekruh, po mbas 3 ditëve është haram. Dhe nëse dikush vdes duke qenë I hidhëruar me vllahun e vet,
ai me siguri do të hyjë në xhenem. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai që vdes duke i qenë i hidhëruar me vllahun e vet brenda 3 ditëve, mos flasim për më tepër, brenda 3 ditëve. Nëse ka qenë i hidhëruar me vllahun e vet dhe ka ndruar jetë i hidhëruar, ai do ta shijon dëshkimin e xhenemit. Zoti na ruaj. Pastaj tha sallallahu alaihi wasallam, në çdo tente, në çdo natë xumoje, ngrihet ameli i musliman. Dhe Allahu dhul Jalal ju thot me laçe, janë të falur të gjithë ato që nuk kanë bërë shirk. Pra ato që nuk kanë bërë shirk, gjunahet e vogla, por hir ibadetit që kanë bërë gjatë javës, janë të falur nga mëkatet. Me përjashtim, ata të cilët nuk folin vlla me vlla, thot Allahu dhul Jalal, mos i shkruani në fletoren e faljes derisa nuk ja falin njëri tjetrin. Pra derisa nuk pajtohen, pra nuk falen nga Allahu dhul Jalal, ato të cilët nuk i falen njëri tjetrit dhe nuk i japin selam njëri tjetrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, takohen në rrugë, njëri e kren kryet në tonë, ki tjetrin ke tonë, Allahu nuk është razi. Por, tha një Rasulullah, e çka me bëhet? Tha më i miri është ai që i jep selam. Ai që i jep së pari selam vllahut vet, ai do hije përpara në xhenet. Ai që i përshëndet vllahun e vet. Edhe pse janë hidhruar, ai së pari do hije në xhenet. E ai pastaj që ndëgjon selamin, nëse nuk e merr, ai ka me gjunahtar, ti ke dalë prej borxhit. Pra kjo është një obligim të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka transmetuar dhe ka thonë: El muslimu akhul muslim. Muslimani është vëlla i musliman. La yadhlimuhu, nuk i bën zullum. Wala yuslimuhu, dhe nuk e dorëzon, nuk e lën lloç. Dash për çështje dunjore, dash për tahiret. Nuk e dorëzon armiku. Muslimani nuk shkon ta ndërron vllahun e vet te armiku. Por x raste bile muslimani nuk ja dorëzon armiku vllahun e vet, nuk ja dorëzon shejtanin. Dhe tha, mos ja dorëzoni në një tjetrin shejtanit. Dikur, kur ja ktheni shpinën, kur ja ktheni shpinën ju, shejtani me nxjise e prek, e ka kafshat të gatshme që ta përbin ato, pra ju jeni shkaktar. La yuslimuhu, nuk ja dorëzon armiku, pra nuk ja dorëzon shejtanin, po mbajni njëri tjetrin afër vetes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj tha, la taqatu wa la tadabaru wa kunu ikhwan Allah. Por ikhwan lillah, mos la taqatu, mos i ndërpritni të marrëdhënie. Wa la tadabaru, mos ja kthini shpinën njëri tjetrit. Pra me marrëdhënie, raporti vëlla me vëlla është në prendallimeve për harameve. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha njëri prej ashabëve, a do t'i tregoj 3 punë të cilat shumë lehtë fiton xhenetin? Tha, folja Rasulullah. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an tu'tiya man haramak. Ti japish atij që s'tjer. I ke kërkuar ndonjëherë do një ndihmë diçka, s'të ka dhënë. Kur lipja e teje ti japish, mos bosh sigurat. Wa ta'fu amman zalamak. Dhe t'ja falish ati që të bën zullum. Wa tasilu men kata'ak. Dhe ta vizitosh ai që të viziton. Ta përshëndetish ai që ta kthen shpinën. Me këto 3 punë çka ke bërë ti, e ke fituar xhenetin. Pra punët o vëllezër të dashur, duhet të llogariten me kantarin e Islamit, me llogarinë e ahiretit, jo me dynjos dhe shejtanit. Ne kemi të ndaluar, vëllezër, në Islam është e ndaluar pra ndërprerja e marrëdhënieve ndërvëllazërore. Sil e hake, walau biselam. Mos pash ma tepër që t'jesh në kontakt me vllahun tonë, bere mos e ndërpret selamin. Sa ai që ndërpret përshëndetjen dhe selamin 3 ditë ka bo me kru. Si ta zgaqen mbi 3 ditë ka bo haram. Me vdek shkon xhenem. Kjo është raporti, Subhanallah. Idfa billati hiya ahsan. Allahu dhul Jalal ktheja me më të mirë. Ti ktheja ki aman ka bozun, ktheja me të mirë. Kunu ka shajara. Tha sallallahu alaihi wasallam, bëni për sikur pemë, pse bosh sikur therra, e prekën therrën, shkon për në xhak. Ti ish mrenda stele, subhanallah, shkon, mos u bëni sikur therra, po si po më Rasulullah, bëni sikur pemë. E ç'është e pemës? Ç'është problemi i pemës? Tamunaha bil hajar fa yarmika bit thamar. Ti i gjur me gur, ai gjur me kokë. Mos
Muslimani duhet të jetë sikur pemë. Pemë me shkaqur, me gur. E pastaj e merr gurin ai dhe bën kri, jo guri vazhdon udhën, ajo ti kërshon kokra. Bonë sikur pemë o vëlla musliman. Ai të çu, apo kish forën mas shpine. Hasan al-Basri rahimahullah, e di çka bonte, kur dëgjonte se dikush e ka përgoju, e ka përgoju Zotin Arruj, që përgojimi një ndër punët më të neveritshme, një ndër punët më të urrejtshme, që e ka shembullin sikur me hongër mishin e vllahut duke qenë i vdekur. Subhanallah. Mirë, Hasan al-Basri shkoi njëri i tha filonit ka përgoju. Filonit ka marrë në përgojë. Tha Hasan al-Basri, shërbetorit vet, es djalosh kënde, ja bushin një pjarë me hurma, të mira ja zgjodhi dhe ja çoi. Tha burrën që do t'i ka çu hoxha, tha kurja një ka marrë hall, dhe s'ka marrë hall, pse më ka çu? Unë si kam bërë kur një të mirë, jo tha, ka marrë vesh se i kishe përgoju, e do t'japish do sevape në ditë mahsherit, tha në vetë t'ine sevape e mos e lo pak i, që do punë. Ahmed ibn Hanbeli, radiallahu anhu, një ditë duke kalu rrugës, i kishe ratë fikte. I kishe ratë fikte. Kur e në vetë u ndalën njërë, i thamë, çka ndodhi me ty? Tha, një ditë moti t'u kalu që t'u pari, e përgojova njoni. Rasisht e përgojova njoni, e bona gibet. Kur mbrinë këtu mund tërë, sa se vapet ka me mi marë, më ratë fikte. Më kujtu se, vendi ku e kam përgoju. Pra më kujtu vendi ku jam shkaktu me mi marë se vapet që tërkush. Pra idfa billeti hi ahsen. Ktheje atë keqen me të mirë. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adalatun ka'annahu waliyyun hamim. Kur ta merr vesh ai se, ai ka fol keq, ti fol mirë. Ai ka bë keq, ti çon një hedhje. Ai ka bë keq, ti e përshëndet. I bus keq, i thua ke nevojë për diçka. Si ti hallë? Pra idfa billeti hi ahsen, fa idha alladhi bainaka wa bainahu adalatun ka'annahu waliyyun hamim. Pastaj ai s'ka ku shkon. Pastaj do të bëhet një dost i ngrohtë, do të bëhet një dashamir i mirë, ha? Do të bëhet dashamir i ngrohtë i mirë, kur ti do t'ja kthesh me të mirë, ha? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Muslimanët dhe muslimanët janë dashamir e njëri tjetrit. Allahu Jalal pastaj na tërhej përrejtë dhe thotë walladhina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Kafirat janë dashamir të njëri tjetrit. Shqyqër, sa problem është, o vëllezër të dashur, me ne muslimanë. Është një çështje shumë e ndërlikuar, është një çështje shumë e ngatruar. Subhanallah, shejtani alayhi lane, iblisi, nuk mund të na ndalë neve prej xhamie, se na kemi vendosur të vimë në xhami. A di çka bën? Futet mesin ton edhe në por xhamis përgojon një tjetrin. Edhe në saf nuk duam të afrohemi me një tjetrin. Ta i thoshte njëni në xhami, njëni të vëllë, edhe se ka vend, edhe do se ka vend, tha nuk vinke, unë dalë që tërkundi. Nuk do në prej xhami, tha, se me nuk edhe ta mushi stafën, apo ai që ishte atë nga nuk duhet falim nga ta. Subhanallah, pra shejtani e korë suksesin e vetë, e kritit e tyre, sa të ka ndarë të mos vish në xhami, po të ndarën mos afrosh nga të vëllë tonë, edhe në xhami të rish larë. Nëse rinë xhamila, subhanallah, ato qafirat në punë të këqija, ato të prishurit, në për kafiqa, në për punë të këqija, rinë së bashku. Se ato i kanë shumë, e di pse? Ato nuk i ngetë shejtani. Ato shejtani i kanë shumë, bile, si të afrohet një preke, dashtu ju dërë gjumi. Ato e në gaflet. Gaflet është më i keq se gjunafi. A di shka të thotë gaflet? Gaflet do me thotë i pak kujdesshëm. Se gjunahkari bën istighfar. Gafili nuk i mtetë. Pra ai që s'është i kujdesshëm. Si intereson ati, as për agjerim, as për namaz, e ka marrë shejtani për dore, edhe ma i kërin punën e vetë, dhe këti as pak nuk i intereson. Pra ndaj ato nuk merren me njëri tjetrin, ndërsa ne merremi me vetvete dhe me njëri tjetrin. Pse? Se sa na ndalën shejtani prej agjerimit, sa na ndalën prej namazit, pra kur s'mund të ndalë prej agjerimit, e di çka bën? Detyron mund të bëj gibet, ose të mendoj keq, që të një gjegje se vapet e agjerimit. Pra duhet të jemi të zgjuar, duhet të jemi të mequr, duhet të jemi të gatshëm që të mos bëjmë gabime me të cilat i gjejmë sevamet dhe na shkruhen gjunahe. Pra wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Në ajetin tjetër Allahu Jalal thot: La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bayna an-nas. Janë tri punë
shumë të mira me të cilat duhet të angazhojmë vetë. Nga se nuk ka dobi prej shumë fjalëve tona. Prej shumë fjalëve tona nuk ka dobi. Shumë fjalë tona janë të padobishme. Kur janë të padobishme, janë të dëmshme. Se me laqet shkruajnë në dy fletore. Janë të gjatë, janë të majtë. Tri nuk ka të mesë. Në të gjatë shkruajnë punë të mira. Në të majtë të këqija. Fjalët janë ja të mira, ja të këqija, ja të kota. Të mira, të këqija, po disa janë të kota. E ato të kota, ku e kanë të fletë? Ku e kanë fletoren të e majtë? Ato të kota të shkruhen në fletoren e gjunaheve. Walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Janë të shpëtuar edhe ata të cilët fjalë të kota nuk folin, nuk merren me bosh llaf, me bosh verë, nuk merren. Kur flasin hajë. Kur s'din hajë, yeskut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: kush i beson Allahut dhe ditës kiametit, në të thot hajr, në të fol mirë, au li yeskut ose në të hek. Pra hesh, bon zikr. Pa ndrujet një djalosh i mirë, i mirë, i lavdëruar, dhe muslimanët e përmendën për të mirë. Thanë, inshallah është xhennet li. Tha, inshallah është xhennet li. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po ku e dini ju, ndashti është marrë me punë të kota. Subhanallah, pra punë të kota janë pengesë për hyrjen në xhennet. Pse i shkruajnë në fletoren e gjunaheve? Walladhina hum anil lagwi mu'ridun. Lagwi thonë fjalë e pa kuptim, fjalë e pa dobishme, fjalë e kotë. Pra, muslimani duhet të fletë mirë dhe të mendon mirë dhe të thotë mirë për vllahun e vet. Gjithmonë të thotë mirë, e nëse jo, le të hesht, le të bën zikr, le të përmend Allahun xhelal, të angazhon gjuhën e vet, të angazhon trunin e vet, të angazhon trupin e vet, pra me punë të mira. La khayra fi kathirin min najwahum. Nuk ka dobi për shumë fjalëve të tyre, për shumë bisedave. Subhanallah, sa të nisim një bisedë me zvete, duhet njëri të jetë pak më i zgjuar. Për gafletin edhe thotë vllai dashur, deshëm të him në këtë bisedë, ama ka hajë dikush për neve këtu? Jo s'ka hajë. A e lëm këto? A e marrë një bisedë dobishme? A qojmë hallin tonë? Në sa vende bëhet se bisedë për vllai? A e dini jo? Hajë të bisedojmë në sa vende bëhet se bisedë. Vllai dashur, a e lëm këtë bisedë po? A qojmë hallin e vladit tonë? A e falin e vladit jonë namazin? Vallai se falin. Po hajtë ta qojmë hallin, bëjmë duaz bashkë, të ngremë amon o Zot, ne udhëzojmë vladin tonë të falin 5 vakte namaz. Hajtë ta nisim një bisedë hajri. Vallai dashur, a ti të lexosh Kur'an? Jo s'di, asnjëri nuk dini po. Mbasi nuk kemi çetër punë. Apo ju të ndëgjoni unë ta lexoj Yasin. Ai dhe lexoj Yasin ju ndëgjoni, edhe shkruhet se vape, si për mua si për ju. Pse ta ngërhun kohën me fjalë të kota? Ne të kota e kanë fjalë. Jo me gjuna, me gibet e Zotin na. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mirë për atë njeri, që dikush ban gibet, ai vetëm kesh. Mirë për atë që kesh, flet për atë që ban gibet. Ai që kesh mirë për to, se dhe tha lum për ato, që kur e shef dikën se don ta përgojon një vllaj vetit, ai e ndan. Lum për ato, pra lum për atë që ndan të keqë, mirë për atë që merr pjesë në të keqën, mos flasim për ato që ban keq. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin. Me përjashtim ai që urdhon të jepet sadaka, të bëhet hajrat, au ma'rufin, urdhon në punë të mira, urdhon shoqërinë në punë të mira. Për çfarë të bisedojmë për vëlla? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shkonte në mexhlis, kur i gjinte dy persona e më tepër, i pyette, "Për çka ishit duke biseduar?" Për çka ishit duke biseduar? Thonë ja Resulullah, bisedojshin për ehlun nar, për njerëzit e xhenemit, për vutjet e tyre, bisedojshin për ehlun xhennet, për të mirat e xhennetit, bisedojshin për të hallë tonin, për këtë problem. Asnjëherë nuk është regjistruar në historinë e sahabeve se ndonjëherë ka thonë ja Resulullah, ishin të bisedu për filanin. Asnjëherë s'kan bisedu për filanin, kanë bisedu për vetvete, për hallet e veta. Au ma'rufin, ose urdhërojnë në punë të mira, au islahin bejnen nas, ose kanë bisedu si t'i pajtojnë t'i vllazët të cilët janë hidhuru, si t'i pajtojnë. Derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, lejohet të thuhet jo e vërteta, vetëm
disa raste. Jo për atyre është kur do t'i pajtosh di vëllezër lejohet ta thush diçka s'është vërtet, por ti pajtu, do ti pajtosh, ai u ka thënë, u ka kërcënu, ti thu jo, ai është peshman, ai u ka pendu, ai thotë se ai është fajtor, kështu pra, në këtë rast ti e ke ndrru bisedën, po e ke ndrru në favor të paqes, pra lejohet ta ndrosh muhabetin, ta ndrosh fjalën në favor të paqes, jo në favor të hidrimit, jo në favor të shpionimit, pra au islahin bejnë nas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu xhelal do njerëz i gradon me të cilat nuk do t'i gradon ata që agjerojnë dhe që falin namaz. Tha cilët janë ato ya Rasulullah? Tha dy persona të cilët i pajtojnë njerëzit, ose disa persona të cilët i pajtojnë, pra të pajtuar dhe të nxitosh të pajtosh dy vëllezër është gradë e madhe për Allahu xhelal. Dhuratë e madhe nga Allahu xhelal, ndërsa Zoti na ruaj. Me po dikush mu angazhu, që si ti prish ti njerës, ai vendin e ka atje në fund mbas 70 vite fejë. Zotin atë. 70 vite, Gjehennemi është i thellë, atje në fund e ka vendin ai. Bile ai është më i keq se ai cili e bën të keqen pra. Ka thënë sallallahu alaihi wasallam, al-fitnatu ashaddu min al-qatl. Fitnja është më e rëndë se mbytyja. Se mund ta bëjë se një e burgosit ose i harmerët i kërcënohet. Ama fitnja bon fitne me njënin, bon me tjetrin, prandaj është më e rrezikshme. Pra muslimanët janë vëllezër të dashur dhe duhet ta duajnë një tjetrin dhe të vllazërohen mes vete, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur një njeri e merr rrugën dhe shkon ta viziton një vëllaz vetin, fi sebilillah, Allahu xhelal çon melek e ndalin në rrugë e pyesën, por ku je të shku bre vëlla? Ja të shku filan fshatin, ja të shku filan qytetin, po a ki ndonjë punë që përse je të shku? Jo, nuk ka ndonjë punë dunjaje, po ja të shku me vetëm një qëllim, që ta vizitoj një vëlla timin fi sebilillah. Pse e dua? Me la që thonë, Allahu të don ti ma shumë se sa e don ti ato. Allahu të ashti të donë, ma shumë sa e donë t'i vëllën tonë, fi sebilillah. Pra vëllezër të dashnia fi sebilillah, për hirë të Allahu dhul xhelal. E Allahu dhul xhelal thotë, ditën e mahsherit, do të Allahu dhul xhelal thotë, ejnë al-mutahabune fi, ku janë ata që janë dash për izahën tim, për hirë tim janë dash, ku janë? Do të ngrihen ato që janë dash për hirë të Allahu dhul xhelal. Allahu dhul xhelal do t'i unë në disa kultuke prej drite, që do t'i kenë lakmi pejgamberët dhe shuhedat, do t'i kenë lakmi. Kur t'i shohan ato vendet e bukura, kur të hungjen ata të cilët që dash për hirë të Allahu, Allahu dhul xhelal do t'i gradon ato në disa vendet e bukura, në ato kultuke prej numri, prej drite, pejgamberët dhe dëshmorët do thonë, o Zot, edhe neve i kishim çato vende. Pra, do t'i kenë lakmi. Tha dikush ja Rasulullah, e kush janë ata? Ka ato që janë dash për hirë të Allahut, pa interes. Subhanallah. Pra ne është sunnet. Allah vendos pitash. Vendos ta zgjedhësh një vllatondi dhe ta dush për hirë të Allahut, pa interes. Nuk e ke as akreba, as farefis, vetëm e don pse ai fal namaz. E don një të ri pse ai fal namaz. Agjeron të honetin. Pra jashtë Ramazanit, është i respekton prindër, e ka gjuhën e pastë, lexon Kur'an, flet mirë, nuk shah, nuk përgojon, edhe ti e zgjedh ato dost, e zgjedh shok, fi sebilillah, ta dish se ti meriton ditë mahsherit një vend, që do ta kenë lakmi pejgamberët edhe shuhedat. Edhe ti çka është pastaj një sunet tjetër, ti kallëzosh atë ti thosh diçka, esteko, selam aleikum. Unë ti të du për hirë të Allahut, pa kur far interesi. Po me u dashnë e qdo njoni me tjetëri, nuk mbetet asë njoni, pa e fitu meritën e dashnis dhe të slëp për hirë të Allahu xhelal. E ajë pasaj duhet të pajton dhe të thotë, të dash Zoti ma shumë se ndonë ti mu, dash edhe unë ti të donë hirë të Allahu. Edhe me mujtë me fitu, me nuk ka të pashun për, kë nuk ushton shumë për plesër të dash. Vetëm me largu gjelëzim për njoni tjetëri, me dash Allahun dhe pejgamberin, dhe me dash ato të cilët i don Allahu dhe pejgamberit. Se njoni tha, ja Rasulullah, me të saa, tha kur është kiameti? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ju përgjigj kur është kiameti, sa i s'e ditë, as që e ka ditë, por në vend ti thonë nuk e di, tha, po ti çka ke përgatit për kiametin? Ti të intereson kur është kiameti? Kiameti don punë, çka ke boti hazër për kiamet?
Tha ja Rasulullah, unë nuk kam bon shumë punë të mira, ama e kam një cilësi. Tha cila është ajo? Uhibbullaha wa rasulih. Tha unë e du Allahun dhe pejgamberin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha el mar'u ma'a man ahabba. Pra njeriu do të jetë me ato që e ka dash. Pra ti do të jesh me ato që e ke dashur dhe dashur. Nëse e ke dashur musliman të mirë, me ato do të jesh ditë kiametit. Po më dash Zoti i ke dashur një të keq, me ato do të jesh. I ke dashur ulemat, i ke dashur ashabët, i ke dashur tabiinët, i ke dashur selefus salih, i ke dashur xhamatin e mirë, i ke dashur dritë udhëzuar. A di mi ku do jesh? Me ata. Po i ke dashur kontarët, i ke dashur futbollistët, i ke dashur artistët, i ke dashur ato që marrë me punë të këqija. El-mar'u ma'a man ahabba, Zoti na do të jetë me atë parë. Pra, muslimani duhet të zgjedhë se me cilin duhet dhe me cilin shoqërohet, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha el-mar'u ala dini khalilihi. Njeriu do të jetë në fenë e shokut vet. Do të jetë në fenë e shokut vet. Çashtu si e ka shokun, çashtu do të jetë edhe ai. Dhe kanë thonë, mos pyet për njeriu, po pyet për shokun e tij. Edhe pyesë njeriu, me kush shoqërohet ai? Po shoqërohet me filon hoxhën, shoqërohet me filon muslimanin, e te kon ka i mirë. Me si shoqërohet me atë, alhamdulillah. Po filoni është shumë djalë i mirë, shumë burr i mirë. Ashtu ti thua pse, po ai bën kështu të mira. Me kush shoqërohet? Për fat ke shoqërohet me një alkooliçar. Po krijesa, mos ma labrat, ha? Shoqërohet me një grabic, me një haj. Ja, pra muslimani është në fe e ati që shoqërohet. Pra Islami ti vlerësohet sipas atij që shoqërohet. Ai që shoqërohet me të mirin, sikur ai që shoqërohet me parfumçi, ai që shoqërohet me keqin, sikur ai me qimirxhin. Pra zgjedhë shokun ton se ditë kiametit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, abdit që Allahu xhelal tha në hadith qudsi, "Ayna al-mutahabbin fi?" Ku janë ata që janë dashur për hir tim, vetëm për izat Allahut, udhilluhum tahta dhilli. Pra ato do t'i fusë në hijen e arshit. A di që s'ka hije tjetër, përveç hijes së arshi Allahut. Kush do të hije në hijen e arshi Allahut? Wa rajulani tahabba fillah. Dhe dy persona, dy besimtarë, të cilët e kanë dashur në një tjetrin për hir të Allahut. Kjo vlen edhe për femrat, nuk është vetëm për meshkujt. Edhe femrat mund të duan në motrën tjetër fisabilillah. Pse është e udhëzuar, është e umbuluar, fal namaz, nuk mirret me libete, nuk mirret me fjalë të huaja, po kur takohen, e vetë për dinin e motrës vet, e vetë për evladin e vet, e vetë për edukatën e evladit, e vetë për obligimet dhe Allahut, dhe çajnë detin e dinit, Allahu xhelal ata kanë vend në hijen e arshit, a ditë që s'ka hije tjetër. Pastaj edhe diç më interesant se kjo. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ditën e mahsherit, një gjunaftar që ka mbet për një sevap duhet të shkojë në xhehenem. Për një sevap duhet me hinë në xhehenem. Dhe çka do të bën? Së pari do thotë, po kush mund të mjet mu sevap në këtë moment vështirë përveç nënës time. Nona që s'ka bo që më rahat për mu, nona që ka ndajt kujët për mu, nona që s'ka qajt për mu, dhe do t'a rritë në mahsher nonën e me, dhe duke e kërku dhe t'a qenë, sa t'a shef dhe të nonën e dashur, sa a ditë do t'hikin njerëzit për një tjetër, do t'hikin nona për e vladit e vladit për prindër e kështu në rahat. Kur ta gjej nonën, elhamdulillah nonë që të takova, unë jam shumë zot, për një sevap, me pas një sevap, unë e shpëtoj, amon nëna ime, a di çka të thot, amon birë, ndënjoti e din si jam gjetë ndaj teje, e din si jam sjell ndaj teje, ama sot, nona jam shumë nevojtare për një sevap, lipi dikuj qetë. Ku të lipi përveç namaz? Ku të gjej qetë? Do t'i shkon mendja, subhanallah, do shti baba, do t'a kërkuj baba në për mahsher. Kur do t'a gjej, a mund babi dashur. Po ti ke hec me teshat vjetra, mund ke ble treja. Po ti ke hec në kam, mund ke ble kërë. Po ti ke ndajt pak buk, mund ke ble dugan. Po ti se qatin bili se ke dhonë tu hakat të mbarë shpi, mu ava. Po ta shë më zorën e për një seva. A mund birim, ndu njo këm qenë qaj, po në ahiret nuk jom aj. Ndu njo këm qenë qaj, po tash nuk jom aj. Tash nuk jom aj. Kam nevoj une për sevapet mija, unë kam nevoj për sevapet dhe nuk kam guxim. Shim biro t'i kom qetë. Ka qetë. Subhanallah. Do t'a gjej vlarë dhe t'a qoj halin, nuk pranon. Do t'a gjej motrën, nuk pranon. Do t'a takuj bashkëshortën, nuk pranon. Si qëllit dhe thot nefsi,
shtëpës. Duke lyp t'i kënë mos po i ndihmon, e takon qatë vëllahun që e ka dash në dynjo, qatë vëllahun që e ka dash për Allah, e takon, këtim nuk i ka thonë, mësi si da, nuk ja dhanë prindët një seva, po e pytaj për halin e ti, vllai dashur be, se ka harru, e ka dash në dynjo për një të Allah, edhe tash se harru, vllai dashur, si e ti, si ke pun, Abrëllah, shka me t'kallëzu, për një seva, po ta kishe edhe një seva, shpotojshë për gjehennemi. Për një seva duhet me shku në gjehnem. Jo, vllai dashur, a që kështu e ki halin e po edhe unë i kam dë seva për mangut, e unë e dë shkoj në gjehnem. Dë shkoj si dë shkoj, po ta jap qatë seva për ti, brëllah. Subhanallah, Allahu Gjellar, ja më nësot për ti, se jo ndash për Allah. Qka do të thot, unë po se shkoj në gjehnem, po ta jap ti brëllah një seva, e mos shkojmë të ditë në gjehnem, e tani inshallah, edhe unë e dalë për gjehnem i dikure, ta komi në gjennet, inshallah, po ne një vazën, edhe thët, unë të adhoroj. Amon me lakë, e pranon një seva prej unë i adhoroj vëllahu tim, me lakë të nëse ti ja dhuron, ta pisëm Allahu Gjellar, o Zot, filani ja dhuron filanin, që janë dash dënjo vetëm për hirtan, për i zaton dhe janë dash. Ja i dhuron një seva, atë ja pranojme ta shpëtojmë për gjehennemi, Allahu Gjellar dhe do me laqet e mija, pasi aje më shiron vëllahun e vetë për i zantime, unë jam Rahmanu Rahim, tu dive jo kon falë, qoj tu di në gjennet. Tu di jo të falë. Ajo është i falët, se ja dhuron vëllahu vetë. Unë tash ti ja dhuroj sa se vape ka nevoj, unë ja dhuroj, dhe s'gudzoni këto me i qunë gjehnem, se këto jë ndash për mua. Këto jë ndash për mua, vllai dashur. Allahu Gjellar ja inspiron ati, që ajë që adhuroj vëllahu vetë, që ta kupton ne, se qka do me thonë dashnia për hirë të Allah. Allahu inshallah në mundësot që ta duha për një tjetrin vetëm për Allah. O vëllezër të dashur, këtë meri, këtë mirësi nuk e ka që të rëhush për veç muslimanve, mirë po për fat të keq, se musliman këtë pik janë do pësu, a nuk marim mësim për vëllezër të dashur. Na imi ato të cilët e lexojmë historinë e pejgamberit, historinë e sahabeve, po i vetë një ummet në historinë njerëzore, janë musliman, janë gjyshat dhe stërgjyshet tanë, të cilët e kanë dajt shtëpinë për gjys, e kanë dajt bashkën për gjys, i kanë dajt malin për gjys. Njoni ka pas divama, pejgamberi ka vëllazëruar një muhajir me një ansar, pra muhajir të shpërnguar nga Mekja, ansar vendasin Medinasit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka tha? Çdo njëri prej juve keni kanë vëllai do ta mirë në shtëpia. Ti si ansar si vendas do ta marrësh një mekas në shtëpia. U voja Rasulullah, i kënaqet ja. O vëllezër, a mbajnë mend ne përpara më tash më kret gjërat më janë modernizuar. Të gjitha mos sendet janë bon në për restorane, ato qenë matë vjetër që kanë qenë katundar, e dinë se kur kanë ardhë darsmori, miku me krushtit, kanë dalë njerëzit me diskatundit, dhe gjithë krushtit i kanë marrë të shpia, dhe kur çdo njëri ka bo drejt, dhe nëse kanë betë patot, i kanë dojtë për gjysë. A më vllai dashur, sa misafir të marrë ti ka marrë 12, po unë s'kam rëllon një 6 mund për se më ka betë sofra për gjysë, që kështu edhe na kemi vepru. Nuk kemi konë gjithmonë si kur sot, ja, s'kemi qenë që shtu sikur tash. Kemi qenë edhe ne të mbrapambetët me një, po tash jemi të modernizu, tash jemi të modernizu, nuk ka vend në shtëpiat tona për mysafir. O vllai dashur, me bukë të kullondojt i kanë prit mysafir, po i ka shtim rende se ka qenë ndeje, dhe i kanë lyt amon mi jep mu disa, mos mi merr krejt. Që ashtu kanë thënë ja Rasulullah, mos më lash mu pa një vëlla. Mos më lash mu, jo vllai dashur, që merret ti që ti, edhe i kanë dalë çdo muhaxhir nga një ansarit ja ka bëhë vëlla. Dhe i ka thonë ansari muhaxhirit, që ka thonë, o vllai dashur, që unë i kam dy dhamë, njëna e itja, njëna ime. Unë i kam dy dru të hurmave, njëna e itja, njëna ime. Unë i kam dy deve, njëna e itja, njëna ime. Kështu pra, vllaznia ka qenë me islam, o vëllezër të dashur. Kështu ka qenë, pra, histori kjo nuk ka shregistru, mirë po na shpejt kemi harruar. Na këtë shpejt do ta shletojmë historinë, do shohim kush kemi qenë na, dhe kush kanë qenë baballarët dhe gjyshet tonë, në mikpritje, në ndihmën e njëri tjetrit. Po katundarët në disa raste nuk e kanë ngrit bereqetin e tyre, ato që kanë pas kafsh, nuk e kanë ngrit bereqetin para se t'ja çojnë fukaras të shtëpia. Herë ja kanë çuar fukaras, mandej tjerë. E sot vallahi, ja shkelin me traktor fukaras edhe bile pakit. Bile me kone mund me edhe që do dujt e fukaras t'i hipjen, t'i shtenë, t'i hudjen traktor të vetë se pak i duke.
Subhanallah, kështu kanë qenë muslimanët, këtë nuk duhet ta harrojmë në vëllezërillah. Pra këtë që ka thonë, në fakt pak nga ndoshta pak si tepër ama, pak kemi problem, pak kemi të ngulfatur nga kjo vëllai dashur. Muslimanët kush kanë qenë dhe ku duhet të jenë, po ju a keni harruar se muslimanët sa e kanë nderuar njëri tjetrin. Pra nuk është tepër na kur e përmendim rastin e Abu Bekrit dhe të Omerit radhiyallahu anhu, si e kanë ngrit, si e kanë lavdruar njëri tjetrin. Që ndonjëherë në nënçmimi bëhet edhe me heshti. Në nënçmimi njëri tjetrit bëhet me heshti. Njëri pyet një vëlla, si është filoni? Se di. Po kjo është shajt më. Po pse nuk thua ai? Po ai është më i mirë, ku ti jam unë sigurai. Thoj për vëllai dashur, ku ti jam unë sigurai, ani se nuk është më i mirë se ti. Se ti kur thua për vëllain tënd është i mirë, një melaqe thot ti je më i mirë se ai. Kur ti thua filani është më i mirë se unë, melaqe dëshmon thot ti je më i mirë se ai. E kur thua ti filani është i keq, melaqe thot ti më i keq. Abu Bekri radhiyallahu anhu ishte të biseduar me një njeri. Ai njeri kishte ngrit zanin e sulmon te Abu Bekri. E sulmon. E provokon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po shiqon çu karshi. Abu Bekri po ndëgjon ai veç ngarkon. E akuzon. Pejgamberi shiqon. Dikur Abu Bekri ju sos sabri, ha? Njeri, ama shumë e durë, ha? Ja të durë. Dikur ja kthej fjalën, tha, "More ti po, po ti nuk je më i mirë, bre. Ka i të bëbre." Sa ja kthej fjalën, pejgamberi heci. Shkoj. Abu Bekri tha, "Ja Rasulullah, ndalë." Tha, "Ai kur musulmon të mu ti rishë ndëgjoshe, unë tha pse ja ktheva fjalën ti mla veta." Ja Abu Bekri, "Wallahi, kur ai ti ngarkonte një melaqe prante i thonte atij tije, jo ki." Kur ja ktheve me laqa heci, tha unë çka tipin. Kur ja ktheve ti, me laqa shkoj, vino, tha edhe ki, subhanallah, tha atër kur shkoj me laqa, edhe unë nuk rejit aty, nëse me laqa shkoj, kur shkoj me laqa, dini kush vjen? Vjen shejtani. E pra, Abu Bekri radhiyallahu anhu, me Omerin radhiyallahu anhu, një ditë shkuan misafir te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkuan së bashkë. Kur mrit e dera, Abu Bekri thot Omer, ecni përpara, gjatë ecni, ti hi përpara. Omeri tha, ja Erari, unë e ti hi përpara. Që sa muslimoni ke liru ti me malin tënd, me pare tua, për rëvninje i ke liru, sa i ke ndihmu, kësaj feje, unë ti hi para te. Abu Bekri tha, o ja Omer, aman. Pejgamberi nuk ka thonë për mu bre vlla, për ty ka thonë, shejtoni duke shku rrugës si ta shë Omerin hikën, shejtoni për ty e hikën, nuk bi mus hikën, pra dhe ti hec përpara. Tha ja e babeke, po si ti unë e para te, që ti Allahut ka përmendur në Kur'an sahih, po ti e shoki pejgamberit të përmendur në Kur'an, nuk jam i përmendur. Tha, Abu Bekri, ja Omer, tha, po ku ti unë mosh para teje, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bolutje që ti ta pranosh Islamin e të forcohet Islami, ka qenë Omeri radhiyallahu anhu dhe Amr ibn al-Hakem, pra Ebu Gjehli. Këto dinjerës pejgamberi tha, ja Rasulullah, forcohet dini me njënin prej këtini. Oni lutje, e pranoj Omeri Islamin, që të forcohet Islamin. Tha ti e lutja e pejgamberit, ti i e lutja, pejgamberi ka bërë lutje dhe ti ke pranu Islamin, dhe Islami është forcu me ti, hec para. Amonja e Babekër tha, ku mund unë të heci para teje? Ku mund të heci unë para teje që ti të ka kafshu gjatë një akrebi në shpellë, e lëkët e pejgamberit ka nëranë prehën tonë, ti si ke lëviz, ta shqetësësh pejgamberit. Pa ku dzënë para teje, o Omer, hesni për parë, o vëllai dashur, se pejgamberi për ty ka thonë jetë dera e fitnes, kur vdeshti fitnja do dalën mejdan. Dhe me vërtet, me mbytje në Omerit, fitnja dolin mejdan. Sa ishtë Omeri, s'kishte fitnja, a? A tha Khalid bin Walidin, ama Omerun haj fela, deri sa tjetë Omeri s'ka fitnë, dhe kështu këto janë nëmërën një tjetëri të mirat dhe nuk hinë mrenda, dhe gjë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe dulë të dera, kur i pa, kanë me të nderë, tha urdhoni mërë pëse s'hini, tha ja Rasulallah, Omeri nuk në gjanë të heje para mu, tha ja Rasulallah, si t'junë para Abu Bekri, pa kanë gudzimune para ti të heci, para ti buri, ardat, ti pushtinje, atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qka boni? E mori njonin në me krahun në gjatë, qetrin nga e majta, dhe hini në derë mrenda dhe tha, hesni bura se që kështu të him në gjenet. Hesni se që kështu të him në gjenet. Kështu e kanë respektu një tjetrin, dhe kështu e kanë fitu merita, dhe kështu e kanë fitu razitët në Allahu të gjelat, dhe të pejgamberit. E rasti qitë, për këtë temë, dhe se të dashtë të flasim
Ne mas bajrami, nuk ka bëllë për halën tonë. Duhet me të dashur, të ulemi, të kujtohemi, amun ja Rabbi, çka është e idhni, çka është e egërsi, çka është i vlla me vlla. Kemi hin Ramazan, ka raste, vlla të Ramazani nuk ka për hajë. Do vjen nata e Kadrit. Ato njerëz që nuk flasin vlla me vlla natën e Kadrit nuk bëhen magfiret. Si të vjen nata e Kadrit, shumë musliman bëhen magfiret. Me përjashtim di vëllezër që nuk folin me njëri tjetrin, nuk i ka magfiret. Paragrafi amnestia e Allahu Gjelal është haram. Pra, Omeri dhe Ebu Bekri, ja të shofim Aliut radiallahu anhu, çka i ndodhi një herë. Aliu radiallahu anhu, masi ndroi jetë pejgamberi, erdhi Ebu Bekri halife, ndroi jetë Ebu Bekri, Aliu ishte përmallu, e kishte marrë malli për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Halife ishte Omeri, Aliu radiallahu anhu i përmallu. Çdo natë kur binte luste Allahu Gjelal që pejgamberin ta shef ëndër. Edhe një natë prej natëve para sabahit, para se të thirrje ezani sabahit, Aliu radiallahu anhu e shef ëndër pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Si e shef ëndër? Thot Aliu radiallahu anhu, unë isha në xhami, e falem sabahin me pejgamberin, pejgamberin ka ndrojë. Pra në e falem sabahin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe duke dalë prej xhamie, kur del pejgamberi te dera e xhamis, që një grua plak, kishte pruni pjatë me hurma dhe i kishte thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, kur dalën xhamati, çdo njëri ka një hurmë t'ia japish, kjo është një formë të sadakaje, as ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar wa law bi shirk tamr, mbrojni, bëni perde zarmi xhenemit, mos faqi më tepër një gjys hurme. Një gjithë forme. Pra kjo disa hurma që t'i bëjt perde prej zarmit të xhenemit, ja dërzon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam del para xhamatit dhe të dal xhamati ja jep ka një hurm, Aliu radiallahu anhu thot merr rendi mund. Me shumë qejf, me shumë disponim, me shumë kënaqësi të t'u afrova nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ma dha një kokë hurm me dorën e vet. Thot e shtina në gojë, hem e ha hurmën dhe knaqem pse e mora prej pejgamberit. Pastaj i thash, ja Rasulullah, edhe një, tha më dha edhe një, urnali. E hangra dhe ato, thash, ja Rasulullah, a nuk ma jep edhe një? Kur i thash, a nuk ma jep edhe një, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam humbi prej syve të mi, e humba ma pejgamberi, mi dha ti edhe u krim, edhe më dërgjumi. Kur më dërgjumi, subhanallah, më pas kam kjenë anda, ama më rrinë ajo ëmbëlsia e hurmave dhe knaqësia që kom pa pejgamberi. Edhe u grita thot mora abdes, shkova në xhami, falem sabahin, Omeri radiallahu anhu del përpara që një grua i ka pru disa hurma dhe i thot Omer, emirën mu'minin, meri që të hurma dhe që ja për xhamatit nga një kokë. Subhanallah, thot unë të dalë për xhami, shof Omeri me njerëzit e hurma, o zot. Unë në ndër atje pash pejgamberi, ju i për njerëzit e hurma. Mi tha mu t'i kokë, ta shti këndet dunë Omeri, atje ishtë pejgamberi, këtu Omeri, dhe thët Omeri dhe Allahu anhu i të xhamatit nga një kokë burë, merë rendje dhe mu. A mu thë di? Ishtë mire. I humbët, qka është të punë? Subhanallah, ku do afrova nga Omeri, dhe pune parafityroj, atë andrë që përpa pejgamberi, a para me ishtë Omeri. Edhe Omeri dhe Allahu anhu normal thët ma dha një kokë burë, edhe unë ato e hangra, të e hangrë kujtova i thash, ja Amir al-Mu'minin, edhe një, ta që Ali edhe një, ma dha edhe një, thaj hangrë, ta që Amir al-Mu'minin, edhe një, ti bëj 3, ta Ali, të ti kishë donë pejgamberi 3, vallahi edhe më ti kisha. Vallahi, ti kishë donë pejgamberi edhe më ti kisha donë, ama unë e së në bohem ma gjumet se pejgamberi, ajti da 2 që edhe prej mundi, ti kishë donë aj 3, edhe më 3. Ali u thë, subhanallah, ja Amir al-Mu'minin, po unë me pejgamberin isha ndër, po ti ka hinë në lidhje. Ka hinë ti. Subhanallah, shpirtat e pastër të muslimanëve, po dhe zë të dashur. Ti ka hinë në lidhje, po hinë, po veç ajo lidhje nuk është e mobimarë. Ase po s'ma fani. Ajo lidhje është e shpirtit të pastër, të cilët që dash për Allah, dhe Allahu Gjellar i ka pastru, dhe i ka gradu, dhe i ka nderu, dhe kanë qenë të lidhur pa kur farë lidhje. Subhanallah, vetëm me lidhjen shpirtërore. Po valla, Allahu Gjellar jo ka hinë perë me të aty në njerëzive,
Jo ka hidhur perdet dhe kanë pa një tjetrin. Omeri e ka pa vëllezër të dashur, çka po ndodh në mes Aliut dhe pejgamberit. E ka përcjell, edhe ka mbajtur mend dhe i ka thënë po ti kish dhënë pejgamberit, ti kesh dhënë edhe unë. A nuk është Omeria që Allahu xhelal ja pat hek kodra prej Medinës deri në kufit Irakut, ja pat hek kodra, ja pat borrafsh. Ushtria ti ishte ditën e ditën e xumon, armiku kishte dalë mbrapa ushtrisë islame të muslimanëve. Komandantin dëgjon mizan dhe ushtarët dëgjojnë mizan. Ja sariyat al-jabal, tha mbani kodrën. Omerin hutbe në xhamit pejgamberit Medinë, ushtria në kufit Irakut, afër 1000 kilometra. Subhanallahu, than xhamati, por çka do thon ki njeri? Ki a ushtria është në xhami? Fol me komandantin, a ushtria që komandanti ndin një zon sikur të Omerit, edhe këtë shpinën e pa në armikun mrapa u ballafaqun dhe e fin armikun dhe fitun luftën nga një zonë sikur zoni i Omerit. E kur erdhën pastaj thanë, këto i pyetën, si ishte halli, si ishte puna? Wallahi ditën e xumon kemi qenë rrezik, armiku ka qenë tuna sakatu mrapa, tuna sulmu. Kudreti Zotit në u disretis një zonë si zoni i Omerit, na tha mbajnë kodrën. Ato thanë, o vëllezër të dashur, po ai nuk ka qenë një zonë si zoni i Omerit, po ai ka qenë zoni i Omerit. Zoni i Omerit. Me çfarë valesh e ka thur? Allahu xhelal e ka thur zonin e Omerit. Hajde, ja ka këtu ka digja, tu ka di muciz, tu ka di mrekulli, tu ka di keramete. E para është ku e pa Omeri, ushtrin, 1000 kilometra larg, ku e pa? Allahu xhelal ja rafsh. Omer kallëzohu Omer, se ti aty kallëzon, ty ta kallëzoj në gjendje, ti lajmëroj ushtarët që luftojnë për hir të Allahut. Lajmëroj, Omeri foli, tha, o komandant, o sari, mbaj kodrën, mirë, ai foli këtu, po kush e çoj zonë? Cilat janë ato varë? Subhanallah. Kur njerëzit mujnë me ta tregu dynjan ti në televizion, e kanë marrë një putin, edhe një farapallati, e ta kallojnë krejt dynjan ti, Allahu xhelal ja tregon mu'minit më mirë se të tjerët, dhe kur njerëzit kanë prodhuar mjete dhe ta bin varë, të bin qoshin dynjas, Allahu xhelal është ai i cili ka krijuar atë dhe ata, dhe nuk është ndonjë problem për Allahu xhelal. Por këto gjëra vëllezër të dashur, a dikur hiqet kodra? Kur të hiqet hasedi mizaj. Kur të hiqet hajnia mizaj. A dikur brin zoni jo larg? Kur na zoni do të harxojmë vetëm në fjalë të mira, vetëm në lavdërate në njëri tjetrin, vetëm në lutjet e njëri tjetrit. Kur muslimani bën dua për vëllahun e vet, kur muslimani bën dua për vëllahun e vet i cili nuk është prezent, me laçet e diçka thonë, wala ka mithl. Ti kur bën dua o Zot filonit e pja këto, o Zot filonit mbarsoj e vladin, o Zot ndihmoj filonit se ka babën e smut, është në punë, është i lodhët, o Zot ndihmoj, është i lodhët ekonomikisht, është i lodhët fizikisht. Ti bën dua mas shpine, jo folën mas shpine. Folja mbas shpine, me fjalë të shija, nuk ka vend në Islam, nuk ka vend në Islam, nuk është tradit, nuk është regulare, nuk është princip, nuk është parim Islam. Po, në Islam ka mbas shpine, e diçka ka lutje dhe lavdërat. Të lutish Allahu xhelal për Allahun tënd, kur ai nuk është prezant, çka të lutesh ti për Allahun tënd, një melaqe thot wala ka mithl, edhe ti Zoti ta dash. Çka ti lutesh? Edhe ti Zoti ta dash. O Zot e pishondet filanit, melaqe thot edhe ti. O Zot udhzoja evladin filanit, edhe ti udhzo. O Zot falja xhennetit filanit, edhe ti thot melaqe. Çka ti lutesh Allahu xhelal për Allahun tënd, melaqe thot edhe ti. Para mendo kur melaqe lutet për ty. Ajo lutje nuk kthehet prap. Vëllezër të dashur, fjalë për ukhuve, për vllazëri në Islam nuk ka të mbaruar. Ajete kuranore, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shembuj prej ulemave, prej dietarëve, prej selefus salih, prej tabiinëve, për lot. Megjithatë kush hajë nuk dhekir, a ka kush ndalet e kujton, a ka kush ndalet gjuhën e vet e franon, a ka kush ndalet trumin e vet, zemrën e vet e pastron, sidomos në këtë muaj mubarek që lutjet pranohen, na të lutemi për njëri tjetrin për të mirë, të lutemi për njëri tjetrin, Allahu ta ndihmon,
mëshiron, Allahu ta fal, Allahu të këqijave ta shpëton, pra Allahu ta udhëzon. Të lutem në këtë ditë dhe këtë net që lutjet tona pranohen, pra vëllezër të dashur, na e lutim Allahu xhelal që zemrat tona nga çdo një pikë e xhelozisë, Allahu inshallah t'i pastron. Lutim Allahu xhelal zemrat tona nga çdo një pikë e irnis mes vete, Allahu zemrat tona t'i pastron. Allahu zemrat tona t'i bashkon, t'i dashuron. Kur të bashkohemi, kur të dashurohemi, kur të kapemi për litarin e Allahut xhelal, i cili ka thënë wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapeni të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u ndahni musliman. Do të jeni më fort, do të jeni më aftë, do të jeni më pasur, do të jeni më të dashur, do të meritoni fitoren e Allahut xhelal, do të meritoni dashninë e Allahut dhe të pejgamberit, dhe do të jeni të shpëtuar në dynjë, dhe të merituar dhe të graduar në xhenet. Lutim Allahun xhelal, rinin tonë në Islam të udhëzon, lejve tonë të jetë të lumtur dhe shëndet të plot, të varfërit tonë Allahu t'i pasuron, ato që kanë shtrembu, ndoshta shumë pak, lutim Allahun xhelal në binar në Islam t'i udhëzon, ato të cilët ndoshta këtë Ramazan nuk e kanë bërë me sy, nuk e kanë qenë derën, lutim Allahun xhelal që të pendohen, të rikthehen në binarin e Islamit dhe ato të shoqërohen me njerëzit e mirë. Lutim Allahun xhelal të varfërit tonë t'i pasuron, të pasurit tonë nga çdo e keqe t'i mbron. Lutim Allahun xhelal bar muslimanëve të ndihmon, zullumqtarët mes vete helash t'i ban. Leva Allahun xhelal me gjithë gjunahet që posedojnë, bi azabit të xhenemit të na shpëton, xhennetul firdausin nasib të na bëj. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh.